Njëra prej shkaqeve, sebepeve të humbje së bereqetit apo të bereqetit të pakt në rrezik është me hangër kusht që han dy kafshat shkan në jetë han kamp, po të kuzhin kamp, po ulet pak kanë shpejt, një çohet, një ulet tavolinja. Është prej shenjave, prej elementeve të paksimit të bereqetit. Thuaj ndryshe, njëra prej shkaqeve që ta shton bereqetin, edhe njihen edhe më pak, edhe kanë bereqet është me hangër të tanë një sofër, madje në një pjatë apo një tepsi. Gjithmonë ka qenë të katë, ne fëmijët me prit babën dhe djemë për punë, me prit pëntërët dhe djemë për fushës. Apo, dhe zoja shpiz e ka kordisë, oraren e drekës kur me ba, kur vinë burat për punë, burat kur vinë për punë. Ka të tjetë në tu presin ka. Pa arë burat për punë, buka nuk kthehet. Kur vjen ata për punë, buka është hasdar, i lajndurët, kthehet buka, afrohen të tanë bashkë, shtohet dashnia, respekti, ruhet ajo dashni që është, shtohet hala, hajnë bashkë, është bereqeti. Isha në pyt hoqë, jeton jashtë edhe grusi këmë thonë nësë me ja u këthy fëmijëve bukën, dikuj ma vonë, dikuj ma mortu në gjumë, angër pitë bashkë. Gjenasha mi mësut mi ma angër, herë ma vonë, herë ma herë, ma mirë mi mësut ma angër pitë bashkë. Po shumë është më rëndësi dhe për pëlqen shumë që e ka këtë ide dhe këtë tradit që mundohet me praktiku shumë është të vjetja. Njëra prej shkaqeve, sebepeve të humbje së bereqetit apo të bereqetit të pakt në rrezik është me hangër kusht qohet, kusht qohet. Han dy kafshat shkan në jetë han kam, po të kuzhin kam, po ulet pak kanë shpejt, një çohet, një ulet tavolinja. Është prej shenjave, prej elementeve të paksimit të bereqetit. Thuaj ndryshe, njëra prej shkaqeve që ta shton bereqetin, edhe njihen edhe më pak, edhe kanë bereqet është me hangër të tanë në një sofër, madje në një pjatë apo një tepsi. Ata pejgamberi ka porosit me hangër bashkë, me hangër edhe du bashkë me zgatë. Që të meqë? Tashmo është një sofër, është e po, ama në pjatë të tepsi. Po, tashmo në ka marrë pusi këtë drejtim, sikur se shumë drejtime tjera, që po thuvet, pikës pari, zërë është me bërë të shpis në një sofër. E që nuk ka në regull kjo. Të mbarë për zotë e shpis dhe zoja shpis. E dorën unë kjo. Por dorën unë kjo pak, fëmiju, ja di kimetin bukës ma shumë, nuk zgjedh me thonë s'pa kona këta, po edhe është bereqeti, pastaj është edukat, është kulturë. Gjithmonë ka qenë edukat, ne fëmijët me prit babën dhe djemë për punë, me prit pëntërët dhe djemë për fushës. Apo? Dhe zoja shpiz e ka kordisë. Oraren e drekës kur me ba, kur vinë burat për punë. Burat kur vinë për punë. Ka të tjetë në tu presin këta. Pa arë burat për punë, buka nuk kthehet. Vjen ata për punë, buka është hasdar, i lajndurët, kthehet buka, afrohen të tanë bashkë, shtohet dashnia, respekti, ruhet ajo dashni që është, shtohet hala, hajnë bashkë, është bereqeti. Qështu muslimat të janë.